Nuk i ndaj unë gjithë, po ato që duhet me ndaj dhe i ndajmë. Më nervos se unë nuk është askush. Kështu që s'mund ma kalojnë aty asnjëri. Dhe sa i përket vonesave, disiplina është e jashtëzakonshme, se unë mendoj që disiplina është themeli i një suksesi dhe disiplina fillon nga unë dhe stafi. Nëse unë vonohem, futbollistat e kanë me drejt vonohen, askush s'mund t'i akuzon. Po derisa unë vi 1 orë gjysmë para stërviqes, ato e kanë për detyrë 1 orë para stërviqes me qenë këtu. Kemi disa probleme të ëmbla, shembull e kemi Almira Ajserën, i cili gjithmonë del i fundit në zemje, gjithmonë del i fundit në stërviqe, domethënë po prapë është në orar, nuk është që është jashtë orarit, është në orar, mirë po pret gjithë ekipet jetë në fushë, pastaj na vjen edhe dim që kur del Almira Ajsera në fushë, s'ka mbet asnjë në zhveshtorë. Kurse unë e kam thënë edhe me një emision tjetër, para një kohë të shkurtër, kapiteni jonë Rombroja, dhe kam thënë, më shoh zot dëmtohet Rombroja se nuk di si mund të zëvendësohet dhe për fat keq na u dëmtu dhe kishim shumë problem në organizimin e ndeshjeve, në organizimin e aksioneve dhe doli që është analizë plot dhe saktë imja. Nuk kemi problematik në skuadrë, se tash ai që është problematik, ai do të ishte përballur që në fillim me mua, se më problematik se unë nuk është askush. Më nervoz se unë nuk është, po më i disiplinuar se unë nuk është askush.